Deputeti i Lidhjes Demokratike Pavla Trajnov ka dorëzuar sot në kuvend propozim ligjin për ndryshimet e kodit zgjedhor me të cilin propozohet që vendi të jetë një njësi zgjedhore. Siç kanë theksuar nga partia, ndryshimet e këtilla do të nënkuptojnë një shtysë të fortë për demokratizimin e procesit zgjedhor dhe të shtetit në tërësi, si dhe çmontimin e sistemit një partiak të qeverisjes dhe rritjen e llogaridhënies së degëve ekzekutive dhe legjislative. Me ndryshimet, pas çdo deputeti do të qëndrojë numri i njëjtë i votuesve dhe jo sikur deri më tani, që në njësinë zgjedhore 6 një deputet të zgjidhet me 6300 vota, ndërsa në njësinë zgjedhore 3 me 10000 vota. Propozojmë që të mbetet modeli i Dontit, pa prag zgjedhor, ndërsa deputetët të llogariten sipas modelit të Dontit. Me propozimin, mundësohet edhe pjesëmarrje e pavarur e partive nga komunitetet më të vogla etnike dhe garanton vendën në kuvend nëse ka mbështetjen e nevojshme të votuesve për deputet. Ndërkaq kryeministri Kristian Mickoski, i pyetur sot rreth këtij propozim ligji, tha se ende nuk e ka parë, por përsëriti qëndrimin e tij se VMRO DPMN në parim mbështet modelin me një njësi zgjedhore. Unë dhash propozim që të kemi një njësi zgjedhore me mundësi që të votojnë edhe diaspora aty ku ligjet dhe kushtetuta e shteteve e lejon që ajo të jetë edhe jashtëpërfaqësive konsullore diplomatike, aty ku nuk lejon të bën në kuadër të përfaqësive konsullore diplomatike. Kjo ishte temë e dialogut partiak edhe para disa viteve, por fatkeqësisht nuk u arrit atëherë, nuk ishim të gatshëm. Tani deri në zgjedhjet e ardhshme, ndoshta zgjedhjet lokale, jo, por deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kemi disa vite dhe nëse nisim punën me kohë, mund t'i përgatisim edhe përfaqësitë konsullore diplomatike, kështu që nuk ka arsye që të mos ndodhë kjo. Mbështetje për modelin me një njësi zgjedhore ka shprehur edhe partia opozitare LSDM, ndërkaq partitë shqiptare ende nuk janë prononcuar rreth këtij debati.